Atëherë dreka sot është në shtëpi, kuptohet me prindrit, me fëmijët. Nëse darka, dalim. Ju kanë ardhur familjar nga jashtë në migracioni? Jo, normalisht ne kemi ardhur këtu se rrim në Durrës. Unë kam prindrit këtu dhe kemi ardhur të festojmë ata bashkë. Si po duket atmosfera këtu? Shumë bukur. Korça, okay, si gjithmonë çdo vit është e ka shumë bukur atmosferën e Krishtlindjeve. Çfarë pëlqeni më shumë? Unë jam lindur dhe rritur në Korçë, kështu që njoh mirë Korçën dhe Korçën e dua nga në të gjithë pjesët e veta, sa. Është vërtet qytet shumë i bukur. Faleminderit, gëzuar dhe. Unë nga Lushnja. Kemi ardhur 2-3 ditë me disa shokë për Krishtlindjet dhe uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjet gjithë shqiptarëve. Si duket Korça? Si është atmosfera, i pëlqen? Po, është një atmosferë shumë e bukur. Koha është e mirë pati disa ditë shi, por fatmirësisht tani është çdo gjë në rregull dhe Po kënaqeni? po, Gëzuar gjithë. Shenje të gëzuara edhe gjithë të mira për gjithë njerëzimit. Nga keni ardhur? Nga Greqia. Si kaloni festat këtu me familjar? Shumë mirë, me familje. Me fëmijë, me prindër, me familje. Vazhdoni ta ruani traditën Po. në gjithçka, edhe në Tani gatime, gjithnjë më shumë. në dhurata. Po. Gëzuar. Gëzuar dhe juve për shumë vjet. Shumë vjet. Si do ta kaloni Krishtlindjen sot? Shumë mirë. Kemë festojmë dhe familjarisht me nga që më ka imbrin dhe cupa dhe Ju jetoni këtu? Jo, jetojmë në Greqi. Keni ardhur për festat e fundvitit? Vetëm për festat kemi ardhur. Sa ditë do të qëndroni? Vetëm sa të mbarojmë festat dhe për vitorin dhe do ikim. Ku do ta kaloni? Këtu do ta Drekën kalojmë. këtu? Po vitinisht. Familjarisht në shtëpi. Familjarisht në shtëpi, se vim nga larg. Sardaja. Na thotë të dy fjalë. Ja. Bravo, do dilni te televizori, qesh babi se do dalësh te televizori. Bravo, hë. Sa po e melin. Ai se do dilni te televizori se do marr xhaxhi. Shko, do marr xhaxhi, do dilni te televizori.